E gjithë zona e prerur nga tërmeti janë përfshin diku te 68 subjekte që ushtrojnë biznes prej më shumë se sa 20 deri në 30 vite të ekzistencës së qytetit. Ka një problematik që i bashkon të gjithë, janë biznese që kanë probleme me aktin e pronësisë si biznes, janë biznese të cilët kanë ushtruar gjithë jetën aktivitetin e tyre tregtar biznes, por në fakt certifikatën e pronësisë e kanë certifikat apartament. Mungesa e ambienteve për të ushtruar aktivitetin ka detyruar gjithë nga këto dhe si këto që të blejnë apartamentet e katëve zero dhe t'i kthejnë në biznese. Janë taksa pagues rregull në bashki, taksa pagues rregull, patjetër edhe në takime. Ishte shumë e nevojshëm ky takim edhe për të dhënë një mesazh qetësie edhe garancie për të ardhmen, sepse normalisht deri në këtë moment që ne flasim kemi një lloj akti normativ parashikon kompensimi për ato që nuk preken ose nuk janë dëmtuar, por për këto që janë dëmtuar akoma nuk kanë një mënyrë shkëmbimi biznesin i cili është me certifikat pronësie familje. Arsyeja që jemi mbledhur sot, që kemi ftuar dhe kryetarin e Bashkisë Tiranës dhe njëkohësisht edhe udhëheqësin politik të Tiranës, ku Tirana është betejë më e madhe e Partisë Socialiste për të fituar 2 deputet më shumë se ç'kemi pasur, por unë duke qenë se jam deputet përgjegjës për Vorën dhe njëkohësisht që vi dhe nga biznesi vet dhe e di ç'do të thotë sikleti që ju keni, dhe pavarësisht se unë me shumicën tuaj jam takuar, por e mira ishte që vetë dhe udhëheqësi politik t'ju sqaroj që këtë shqetësim që ju keni, ne ja kemi thënë jo vetëm Erionit, po ja kemi çuar dhe kryeministit direkt dhe për detaje më të shumta Erioni do t'ju sqaroj që kjo zgjidhje, siç ju tha kryetari i bashkisë, nuk është vetëm për Bashkinë e Vorës, por është edhe për Kamzën, është edhe për Mamurrasin, dhe për Shijakun, dhe për Durrësin, dhe për gjitha këto, për këto katet e para që i keni pasur si shtëpi, por keni shfrytzuar si biznese lokale. Kjo gjë ndodhet në Tiranë, po të shikoni dhe në shumë pjesë Tiranës katet e para janë bërë biznese dhe njëkohësisht paguajnë tatime. Shok, shumë faleminderit edhe për ftesën edhe e prita me shumë kënaqësi. Më rezulton që është një problematikë shumë e ngjashme, të cilën jemi duke e zgjidhur në Tiranë, por zgjidhja që do propozojmë do vlej për të gjithë. Kështu që dua që edhe t'ju informoj pak për zgjidhjen që duam t'i japim këtij problemi. Ne kemi të njëjtën situatë në kombinat, ku shumica e kateve të para, duke qenë se pallatet që ishin bërë atë kohë, ku nuk lejoi prona private, ku kishte vetëm një ushqimore që ti shkoje edhe një bylmet që ti shkoje për radhën e qumshit apo për radhën e vezëve, ishin konceptuar lagjet në mënyrë të ndryshme, se sot pallatet e reja që në leje jepen 2 kate për shërbime dhe pastaj katet e tjera për strehim. Kështu që konceptimi ose përshtatja në kombinat, në kinostudio, në Vorë, në Shijak, në Kavaj, në Rogozhin, e ndërtesave të vjetra me shërbime ka qenë e detyrueshme. Se ti te kati i parë do shkosh farmaci, do pish kafe, do blesh bukën, apo tek fruta perimet ose markata që dëgjova disa nga kolegët. Zgjidhja që ne kemi propozuar kryeministrit dhe nëse jeni ju dakord, ne do ta çojmë për ndryshim në VKM, është të gjitha bizneset të trajtohen siç kanë qenë. Propozimi im ka qenë që kush ka qenë biznes dhe ka pas regjistrim numër NIPT-i si biznes, jo detyrimisht kthimin e hipotekës, një pjesë edhe prej mukajetit nuk ka kthyer hipotekën nga apartament në biznes. Por, për sa kohë që ka pasur ku ra tërmeti NIPT biznesi, të trajtohet për hapësirat e reja në formë shërbimesh. Ne do ta propozojmë si shoqat e bashkive, sigurisht jo për 60 bashkitë, vetëm për bashkitë që janë tek VKM-ja, tek zona e prekur, dhe unë besoj që nuk është një zgjidhje sui generis, pra unike vetëm për Vorën, po vlen për Vorën, vlen për kombinatin, vlen për kinostudion, vlen edhe për Shijakun, dhe për Rogozhinën, dhe për Thumanën, dhe për Krujën, dhe për Laçin. Ka qenë insistimi i kryeministrit për të zgjidhur këtë ngërç, për atë njerëzve që s'janë regjistruar dhe si kanë pasur të regjistruar si biznese, kështu që me ndryshimet që do t'i bëjmë VKM-s, ne do t'i trajtojmë bizneset si biznese, kurse apartamentet, pra ai që ka pas vetëm strehim dhe jo biznes, sipas VKM-s që cakton dhe kurora. Pra në varësi të kurorave, shumicës njerëzve do t'i bjerë një apartament më i madh, ose do i bien 2 apartamente, siç kemi bërë me shtëpi private. Kemi pasur raste edhe me kryeministin Medin, kemi qenë në Fark, Majmen ka qenë kryetari i PD-s Farkës në atë kohë,
I ra shtëpia për ishin 4 kurora në një shtëpi. Dhe për sa kohë që në certifikat ditën e tërmetit ishin 4 kurora, morën 4 shtëpi, lirun oborin ku ishin rënoja dhe shtëpisë vjetër, dhe secili le të themi ka çatin e vet mbi kokë, vllazëria vllazëri, gjaku gjak, por ama muhabete secili ke shtëpia vet. Kështu që unë besoj për sa kohë që patëm bon sens për kurorat, ekzistojnë gjithë bon sensi. Kështu që ne do propozojmë një VKM në emër të shoqatës së bashkive për të ndryshuar këtë faktor. Kjo është problematika e parë, se më rezulton që edhe këtu në Vorë ka disa problematika. Një është kjo që mori sqarim, që biznesi, dyqani, lokali, kafja, fura buku, supermarketi të trajtohet siç ishte, dhe këtë do ta bëjmë, është dhe pjesa e dytë. Çfarë ndodh me ata që ndoshta nuk i preku tërmeti, po janë tek gjurmët e gjës së re që po ndërtohet. Atëherë, ajo që ne kemi bërë dhe po e praktikojmë tani në kombinat dhe tek 5 maj, është ajo që quhet shkëmbim për metra katror. Pra, në vend që të bëjmë shpronësim, ne themi bëjmë shkëmbim me metra katror. Pra tek pallatet e reja, metrat katror që ke aty ku je dhe ku e prek gjurma, fjala vjen. Kapanonet e kombinatit të zaptuara, të shqyera, të coptuara, do të thënë pas sens. Ti nuk mund të bësh një lagje të re, edhe pse atë s'e ka prekur, por në momentin që ti bën një lagje të re, shikoni sa gjë e bukur është bërë këtu ke Prestigji. Në momentin që ti lë çibanët e vjetër, praktikisht ja heq vlerën edhe asaj gjë së re që po ndërtohet. E njëjta gjë është dhe ke 5 maj. Vërtet është te bregu lumit, po projekti modern që quhet Riverside, pra bregu lumit në anglisht, duhet të jetë po aq modern sa dhe tingëllon, se nëse ti do bësh shtëpi të reja dhe do rim barraket, atë vërtet se ka prek tërmeti. Por do marri metrat katror që ka, edhe nëse nuk i ka të legalizuara. Pra, nuk ka rëndësi nëse i ka të legalizuara apo i ke me hipotek, për sa kohë që je fakt aty, ne bëjmë shkëmbimin për metra katror. Dhe unë besoj që nëse jeni dakord, edhe nëse ne kemi dhe dakordsinë e kryetarit bashkisë, ne do ta çojmë si paketë ndryshimesh, do ta bëjmë korrekord, besoj 2-3 javë, që dhe ti shkoni të reflektuara dhe të fillojë zbatimi i ligjit. Në Tiranë e bëmë ne për 5 majin dhe për kombinatin dhe kanë filluar kontratat e para të shkëmbimit. Pra i thot, më prek zona, ja nga dali, firmos kontratën aty dhe pastaj e prish me qef, thot, kur e di që do marr nga Stefano Boeri dhe Marko Casamonti. Aksi që po rritet më shumë është aksi Tiranë-Durrës. Prej tërmetit po rritet edhe më shumë. Vizioni ynë ka qenë gjithmonë që nëse ne vazhdojmë me këtë trend demografik, rritja do jetë e tillë që Durrana, pra Durrësi e Tirana, do jenë si dy qeliza që rriten në një moment bashkohen. Pra membrana e tyre çartë dhe bashkohen, e ku do bashkohen? Do bashkohen në Vorë, gjasat janë. Këtu është kryqëzimi prapë më i madh i rrugëve të vendit. Unë po shikoj çfarë po ndodh me bashkimin le të themi të Tiranës me Fark. Tani që po bëhet dhe rruga nga qendra tregtare në Lundër deri në Fark ke helikopterat, ka filluar shtrit vlera pronës, shtrit vlera tokës, kanë filluar ndërtimet e reja, kanë filluar pernotimet e reja. Po më thoshte kryetari i njësisë administrative të Farkës, vetëm këtë javë, java e fundit, isha me Mimin, vetëm këtë javë ishin bërë transaksione tokash në Fark në nivelin 8 milion euro. Në një javë. Kështu që unë gjykoj që e ardhmja e Vorës do i ngjaj shumë të ardhmes së Astirit, të Farkës që ju përmenda, të Dajtit ke Fresku, të zonës së liçenit thatë, ku buzë autostradës u rrit vlera e pronës, edhe unë besoj që nëse ne me këtë vizion, edhe me këtë platformë që kryeministri ka pas që në fillim fare, pra një njeri që drejton popullin duhet kuptojë edhe pak ku po shkon populli. Nëse populli po vjen te aksi Tiranë-Durrës, atëherë Vora është e pashmangshme. Këtu do puqet, le të themi, zona metropolitane. Propozimi që ne kemi është të bëjmë siç bëmë në Tiranë këto ndryshime të vendimit të Këshillit Ministrave dhe ta bëjmë këtë tani, mos i bëjmë rast pas rasti, pra bëjmë Tiranën pastaj Vorën. Ta bëjmë me pretekstin e Vorës për të gjithë, t'ju sjellim dhe juve të zbardhur, të fillojë dhe këtu kontrata tip të zbatohet, pra kush është prekur nga tërmeti, të trajtohet si biznes të ndërtesat e reja, dhe kush nuk është prekur nga tërmeti, po preket nga zona ku do të ketë investim, gjithashtu të ketë kontratë shkëmbimi. Kisha kaq metra katror, do më japësh kaq metra katror. Dhe si bazë do merret nifti. Mua më konsideroni krah. Unë shkoj çdo javë Tiranë, Rrogozhin, Kavaj, kështu që sa herë që ka nevojë që unë bëj një pit stop, jo vetëm me ndru gomat, por edhe me ndru muhabetin, edhe të jemi dobishëm, duke qenë se jam përdit në Tiranë dhe me kryeministrin, të shtyj përpara edhe ca nga këto ide, e bëj me kënaqësi. Kështu që herën tjetër do shihemi për 2 javë kur t'ju sjell VKM-n e këtyre ndryshimeve
dhe kontratën tip, pastaj unë e kaloj stafetën këtu dhe do kesh që kiq me kokë deputetin për të parë se si u bën gjitha kontratat dhe me këtë bon sens dhe mirë kuptim të zgjidhim dhe këtë ngërç. Tashim vjen mirë që e kemi zgjidh ose e kemi bënë në rrugë të zgjidhjes. Kështu që mezi pres të takohemi pas 2 javësh dhe t'i japim dumë edhe këtij ngërçi të fundit.